Selam aleikum miq të dashur dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Unë jam Arlinda dhe sot do t'ju udhëzoj në një seancë të fuqishme meditimi për shërimin e fëmijës të brendshëm. Kjo seancë synon një shërim të brendshëm duke përfshirë trupin, organet dhe çdo pjesë të tij, si dhe shërimin e neglizhimit, vetpraktisjes dhe plagëve të së kaluarës. Para se të fillojmë, dua t'ju falenderoj nga zemra për lutjet tuaja, si dhe për mbështetjen tuaj ndaj kanalit tim dhe për komentet e bukura që lini çdo ditë. Mbështetja juaj më jep forcë të vazhdoj këtë rrugë tim të bekuar të udhëzuar nga Allahu me qëllim që të ndihmoj sa më shumë njerëz në mënyrë kolektive. Ju ftoj të ndani videot e mia dhe të komentoni në mënyrë që të arrijmë më shumë njerëz që kanë nevojë për mbështetje dhe shërim. Pra sot, ne do të punojmë në nivelit të trupit, të ADN-s, ARN-s, në fushën tonë energjetike dhe në të gjithë sistemin tonë nervor, familjar, me lejen dhe ndihmën e Allahut. Kjo seancë është shumë e fuqishme dhe e veçantë, është një udhëtim i thellë shërimi dhe meditimi të udhëzuar që do të prek trupin, mendjen dhe shpirtin tënd dhe të zgjas më gjatë se meditimet e tjera. U sugjeroj të dëgjoni aq shpesh sa keni nevojë në varësi të smundjeve, dhimbjeve dhe traumave që keni, sepse çdo herë që e dëgjoni do të merrni më shumë energji të mirë dhe një përvojë më të thellë shërimi. Këtë formë të shërimit të brendshëm e kam praktikuar për herë të parë gjatë periudhës së pandemisë dhe që nga ajo kohë nuk e kam përsëritur më. Vetëm para një jave vendosa ta rikthej këtë proces dhe e bëra të veçja dhe pata rezultat të suksesshëm. Edhe pse rregullisht praktikoj forma të ndryshme shërimi gjatë këtij shërimi specifik që bëra, përjetova emocione shumë intensive dhe më pas pata shqetësime fizike. Ishte saktësisht e njëjta përvojë si atëherë gjatë pandemisë, prandaj kuptova se ishte pjesë e procesit të pastrimit, i pranova, nuk reagova dhe i lëshova. Çdo smundje, qoftë fizike apo mendore, shpesh lidhet me gjendjen tonë të brendshme, me emocionet, me frikat, me traumat që kemi përjetuar. Kur zemra mbushet me dhimbje ose stres të pashprehur, trupi shpesh e reflekton këtë. Shërimi i vërtet nis nga brenda dhe çdo gjë ndodh me lejen e Allahut. Ai është El Shafi, shëruesi i vërtet. Smundja është gjithmonë për hajër dhe është pastrim i gjunaheve dhe ngritje shpirtërore. Tani ju ftoj të jeni të pranishëm me zemër dhe me mendje të hapur dhe të besoni në fuqinë e tij. Nëse je gati, bëje niyetin që tani për të marrë këtë shërim dhe komento: jam gati të shërohem në emër të Allahut. Le të fillojmë. Eudhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut mëshiruesit mëshirbërësit. Mbylli syt dhe merr frymë thellë 3 herë nga hunda dhe nxirre nga goja. Kur merr frymë, thuaj Bismillah dhe vendose qëllimin që dëshiron të shërohesh. Qëllimi është shumë i fuqishëm, thuaj e kam bërë një jetë të shërohem në emër të Allahut. Kur nxjerr frymë, thuaj Elhamdulillah për këtë shërim. 3 herë. Bismillah, merr frymë thellë. E kam bërë një jetë të shërohem në emër të Allahut. Elhamdulillah për këtë shërim. Edhe një herë. Bismillah, e kam bërë një jetë të shërohem në emër të Allahut. Merr frymë thellë. Dhe kur e nxjerr frymën, thuaj Elhamdulillah për këtë shërim. Shumë bukur. Në emër të Allahut mëshiruesit mëshirbërësit, kërkoj shërimin e Allahut El Shafi për ty që e bëre niyetin për këtë shërim. Kërkoj që ai të të pastrojë nga çdo lloj traume, çdo smundje fizike, mentale apo emocionale. Të pastrojë nga çdo lloj neglizhimi, braktisje dhe çdo barë që ka mbetur në sistemin tën familjar, që të pastrohet dhe të shërohet plotësisht me lejen e tij. Merr një frymë të thellë tani dhe lëshoje. Kthehu me dashuri dhe kujdes në fëmirinë tënde të hershme. Tek ndjesia e mungesës së vëmendjes, dashurisë apo pranisë së nënës, babait ose kujdestarëve.
qoftë kjo braktisje emocionale apo fizike. Ndoshta ai fëmijë i vogël ndjen dhimbje të thellë dhe frikë. Ndoshta ndihet i pafuqishëm, i vetmuar dhe i braktisur, pa dikë që ta mbrojë dhe ta dojë. Ndoshta ndihet i padëshiruar, i lënë pas dore si të mos kishte vlerë. Por kujto, Allahu është me ty, ai është pranë çdo zemre që kërkon mbrojtje, dashuri dhe qetësi. Lejo që të gjithë këto ndjenja të dalin në sipërfaqe, të jenë të pranuara dhe të ndihen, sepse ato janë pjesë e historisë tënde dhe tani mund të shërohen me mëshirën dhe lejen e Allahut. Një liri e madhe dhe një dashuri e pafund të pret për të trethuar pasi të lëshosh e shërosh këta plagë të vjetra dhe gjithçka do të jetë në rregull në jetën tënde. Në këtë moment, këtu dhe tani nuk ka rëndësi asgjë tjetër. Vetëm prania jote, vetëm fryma jote, vetëm Allahu është mjaft. Çdo frymëmarrje të mbush me paqe dhe dashuri, sepse çdo frymë është një dhuratë nga ai. Ti je në duar të sigurta. Gjithçka është dhe do të jetë në rregull, sepse Allahu është me ty, tani dhe përgjithmonë. Ato ngjesi të vjetra, ato plagë që të duket sikur të kontrollojnë jetën, nuk janë më realiteti yt i sotëm. Jam vetëm kujtime të regjistruara në nën vetie, programe të vjetra që nuk kanë më fuqi mbi ty. Dhe ti je gati t'i lëshosh e t'i shërosh ata sot. Kujto se kjo jetë është e përkohshme dhe një sprovë, dhe çdo dhimbje që ke përjetuar ka qenë pjesë e udhëtimit tënd drejt rritjes shpirtërore dhe drejt shërimit. Shpesh mendja jone mban dhimbjen si të ishte ende e pranishme, edhe kur ajo ka mbaruar prej kohësh. Por kur ti kthehesh te Allahu me zemër dhe sinqeritet, nuk je më rob i mendimeve të vjetra. Nuk je më i burgosur në mendje, por je i udhëhequr nga shpirti, nga drita dhe nga udhëzimi i tij. Dhe kur shpirti udhëheq, mendja pushon, zemra qetësohet dhe ti ec përpara me dritë, me qartësi dhe me siguri. Edhe nëse mendon se ke pasur prindër apo kujdestar që nuk të kanë trajtuar si duhet, apo kur ke qenë i rritur nuk ke pasur partnerin e duhur që të kanë mbështetur, kujto se gjithçka ndodh për një arsye, sepse Allahu e ka zgjedhur këtë rrugë për ty. Ai e di më së miri dhe çdo gjë që ndodh është pjesë e kaderit, pjesë e planit të tij të drejtë. Të ndihesh i neglizhuar nuk do të thotë se prindrit nuk kanë qenë aty për ty ose nuk të kanë dashur. Edhe nëse ata kanë qenë në shtëpi, mund të kesh ndjerë neglizhimin, sepse ata janë fokusuar në punë ose detyra të tjera dhe nuk kanë dhënë gjithmonë vëmendjen dhe dashurinë që të duheshin. Kujto se dhe ata kanë pasur traumat e tyre dhe s'kanë qenë të vetëdijshëm për ato. Çdo person përjeton ndjesinë e neglizhimit në mënyrë të ndryshme dhe kjo është normale. Traumat në të shumtën e rasteve formohen në fëmijëri nga prindrit ose kujdestarët, mësuesët, por mund të formohen edhe më vonë si i rritur nga rrethanat, shoqëria, si dhe nga partneri, gruaja, burri me të cilën jeton. Shiko jetën e profetëve, të gjithë kanë qenë të traumatizuar, të neglizhuar në një mënyrë ose tjetër, por ata nuk fajsuan të tjerët, ata u kthyen te Allahu për shërim. Prandaj të lutem kuptoje, sot ti nuk do të fajsosh as partnerin tënd, as shoqërinë tënde, as prindrit, as gjyshërit, as kujdestarët. As të tjerët që shkaktuan këtë.
ti do të reflektosh brenda teje dhe do të shërohesh. Sepse shërimi fillon me ty, jo me ata. Mos prit që ata të ndryshohen e të kërkojnë falje që ti të ndihesh më mirë. Edhe nëse të gjithë njerëzit në botë që të lënduan vinë sot të ti e të kërkojnë falje, nuk do të ndryshoj asgjë brenda teje, derisa ti të shikosh brenda. Sepse Allahu nuk e ndryshon gjendjen në një populli, derisa ata të ndryshojnë atë që kanë brenda tyre. Kjo është ajeti im i preferuar. Pra askush përveç teje nuk mund të shëroj atë. Ajo është e regjistruar vetëm në sistemin tënd dhe në ndërgjegjen tënde. Të tjerët mund të vinë te ti dhe të thonë më fal, por nuk mund të largojnë atë programim nga mendja dhe trupi yt. Kur ti do të shërohesh me ndihmën e Allahut, ai shërim do t'i mbështesë dhe shërojë edhe prindrit, edhe gjyshrit, fëmijët dhe të gjithë linjën e gjakut familjes, sepse sot po e pastrojmë këtë nga gjithë sistemi yt. Ky moment është për të qenë me atë që është, për të pranuar kaderin, sepse gjithçka ndodh për një arsye dhe Allahu di më së miri. Pra merr një frymë të thellë tani, mbaje për disa sekonda, nxirre jashtë ngadalë dhe fokusohu në fjalët e mia. Unë tani në emrin e Allahut Mëshiruesit Mëshirëbërësit kërkoj që Allahu të pastroj dhe shëroj energjitë e braktisjes, vetëbraktisjes, abuzimit emocional, neglizhimit nga çdo pjesë e trupit tënd, nga fascia, limfa, ADN-ja, sistemi nervor, nga ndërgjegja, nga sistemi familjar dhe kudo tjetër në trupin dhe energjinë tënde. Kërkojmë nga Allahu që këto trauma dhe energji që kanë mbetur në fushën tënde energjetike dhe trupore, të pastrohen, të shërohen dhe të transformohen në dritë me mëshirën e Tij. Merr frymë dhe kur e nxjerr frymën, largoj tani. Po pastrojmë neglizhimin, braktisjen, vetbraktisjen, neglizhimin emocional dhe abuzimin emocional nga ti dhe nga sistemi yt familjar në emër të Allahut. Deklaroj që ti je i pastruar dhe i shëruar me mëshirën dhe dritën e Tij. Po pastrojmë edhe energjitë e prindërve të tu, të gjyshërve të tu, qoftë ato që kanë qenë të përmbajtur në dashuri, qoftë ata që nuk kanë qenë të aftë të japin dashuri. Kërkojmë nga Allahu që kjo të pastrohet dhe të shërohet tani në emrin e Tij të madhëruar. Le të dërgojmë dashuri dhe lutje për prindërit dhe gjyshrit tanë tani ndërsa shërojmë veten. Dhe mbajmë mend shërimi i braktisjes nuk është vetëm për ty, por është shërim për gjithë brezin familjar. Thuaju prindërve, gjyshërve ose kujdestarve. Përsërit pas meje. Unë sot në emër të Allahut kam vendosur t'u fal dhe u dua pavarësisht se çfarë ka ndodhur. Zoti u mëshiroft dhe qofti i kënaqur me ju. Dërsa unë po shëroj veten, po u shëroj edhe juve. Dhe tani po u dërgoj energjinë shëruese të El Shafit dhe El Nurit. Qëndro tani këtu pak, merr frymë thellë dhe lejo që kjo dashuri dhe energji shëruese të përhapet në mendjen dhe zemrën tënde si dhe të atyre. Shumë bukur. Tani shërojmë pjesën tënde të vogël, fëmijën tënde të brendshëm. Vendose njërën dorë në zemër, imagjinoj veten në atë moshë ku ke përjetuar më shumë trauma. Dhe thuaj versionit yt të kaluar, më vjen keq që e përjetove gjithë këtë. Mund të thuash çfarë do të ke përjetuar, neglizhimin, braktisjen, dhimbjen, më vjen keq që e përjetove këtë neglizhim.
Më vjen keq që përjetove këtë praktisje. Më vjen keq që përjetove këtë tradhti. Më vjen keq që përjetove këtë dhimbje. Të lutem, më fal. Ti je e dashur. Unë të dua dhe jam shumë mirënjohëse për ty. Jam mirënjohëse që je gati të shërohesh. Jam mirënjohëse që je gati të shërosh plagët e së kaluarës. Ti meriton shlirimin. Ti meriton dashurin. Ti meriton lirin. Ti meriton lumturin. Jam mirënjohëse që përshëron praktisjen, neglizhimin dhe traumën tani. Jam mirënjohëse dhe krenare për personin që do të bëhesh. Jam mirënjohëse për të gjithë transformimet e shërimit që po ndodhin për mua dhe për ty tani. Të dua dhe ti tani je e sigurt. Allahu është me ne dhe po i shëron plagët tona duke mbushur sprastirat me dritën dhe nurin e tij. Elhamdulillah, elhamdulillah, elhamdulillah. Kthehu tani në momentin e tashëm dhe reflekto. Ku në jetën tënde po e praktis vetën? Kjo mund të shfaqet në marrëdhënie, shpesh si lidhje traumatike si neglizhim, mund të shfaqet si vetë sabotim në punë, në marrëdhënie, në kujdesin për trupin, me smundje, pagjumësi, vendosjen e kufive e tjerë. Ku në trupin tënd ke dhimbje? Reflekto, mendoje dhe pastaj le ta lirojmë këtë. Çdo dhimbje apo problem fizik është një reflektim i emocioneve të shtypura, mendimeve negative dhe besimeve të kufizuara. Të tregoj kuptimin e çdo dhimbje dhe pastaj kur të jesh i vetëdijshëm se çfarë ke, do të fokusohesh aty që ta lirojmë këtë me një rukje. Po fillojmë nga koka dhe fyti. Nëse ke dhimbje koke, migren, kjo do të thotë që ke tension, stres, kritik ndaj vetvetes dhe ndjenja përgjegjësie të tepruar. Nëse ke probleme me syt, kjo do të thotë që ke frikë për të parë të vërtetën, refuzim për të pranuar realitetin. Nëse ke probleme me veshët, kjo do të thotë që ti refuzon të dëgjosh thirrjen e Allahut, ke inat dhe mungesë pranimit të udhëzimit. Nëse ke problem me fytin edhe me gjëndrën tiroide, kjo do të thotë që ke frikë për të shprehur të vërtetën, të flasësh të vërtetën, vetë censurim dhe mungesë dorëzimit tek Allahu. Vazhdojmë poshtë trupi, nëse ke problem me shpatullat, kjo do të thotë që ke barë emocionale, përgjegjësi të tepruar, shqetësime për të tjerët. Nëse ke problem me shpinën e mesme dhe të poshtme, kjo do të thotë se ke shqetësime financiare, pasiguri për të ardhmen dhe frikë për jetën. Nëse ke probleme me mushkërit, kjo do të thotë që ke frikë, trishtim të thellë dhe pamundësi për të lënë pas atë që Allahu ka caktuar. Nëse ke problem me stomakun, zorët, kjo do të thotë që ke shqetësim, ankth, frikë për trekjen e përvojave të jetës.
Mëlçia do me thonë zemrim i shtypur, rezistencë ndaj faljes. Gjymtyrët e sipërme, kyçet e duarve, janë mungesë, fleksibiliteti, ndjenja për humbje të mundësive. Muskujt në përgjithësi do me thonë që ke tension, mbajtje barrash të panevojshme dhe pasiguri për veprimet e tua. Gjymtyrët e poshtme, gjunjët, do me thonë pjesa e sipërme e këmbës dhe pjesa e poshtme e këmbës, do me thonë që ke krenari, ego, vështirësi për t'u përullur, refuzim për t'u dorëzuar, inat dhe rezistencë ndaj humbjes së kontrollit. Kyçet e këmbëve, thembrat, do me thonë frikë, pasiguri për të ecur përpara. Veshkët janë frikë dhe pasiguri për të ardhmen, mungesë besimi tek Allahu. Nëse ke problem me hormonet, organet seksuale, do me thonë që ke mungesë energjie për jetën, pa aftësi për të krijuar, për të dhënë dhe për të marrë dashuri, si dhe lidhje dobët midis trupit, mendjes dhe shpirtit. Nëse ke problem me lëkurën, kjo do të thotë se ke ndjenja faji, kritik ndaj vetes, mungesë dashurie për veten. Nëse ke problem me gjëndrat limfatike, kjo do të thotë refuzim për të marrë mbështetje ose ndihmë. Pra, nëse e kuptove tani dhimbjen që ke dhe lidhjen e saj me emocionet e tua, thuaj vetes se je gati të shërosh dhe të largosh nga trupi. Përsërit pas meje. Unë e kuptoj dhimbjen time dhe me ndihmën e Allahut, unë jam gati të shëroj dhe të largoj këtë dhimbje nga trupi im. Vendose dorën e gjajth mbi vendin ku ndjen dhimbjen dhe thuaj Bismillah në emër të Allahut 3 herë. Bismillah, Bismillah. Dhe pastaj thuaj, kërkoj strehim në madhështinë dhe fuqinë e Allahut nga e keqja e asaj që ndjej dhe asaj që kam frikë. 7 herë. Të jap një moment këtu. Kërkoj strehim në madhështinë dhe fuqinë e Allahut nga e keqja e asaj që ndjej dhe asaj që kam frikë. Shumë bukur. Tani më lejo mua të bëj një rukje mbi ty. Unë tani në emrin e Allahut mëshiruesit, mëshirëbërësit, po kërkoj që Allahu të pastroj çdo gjë që të mban duke sabotuar veten, jetën, shëndetin dhe marrëdhëniet e tua. Çdo dhimbje, çdo smundje e dërgoj tek drita dhe mëshira e Allahut për të shndruar në shërim dhe paqe. E lirojmë këtë nga fusha jote energjetike, nga ADN-ja dhe ARN-ja, nga fascia, limfa, muskujt dhe nga çdo organ, çdo qelizë dhe çdo pjesë e trupit tënd. Qelizat mbajnë memorien e tyre dhe unë kërkoj që Allahu t'i pastroj dhe t'i shëroj të gjithë në mënyrë që të mund të fillosh sërish dhe të bësh zgjedhje të reja vetëm me ndihmën dhe mëshirën e Atij. Në emër të Allahut El Shafi, në emër të Allahut Es Selam, paqja, në emër të Allahut En Nur, drita, unë deklaroj shërim të plot për ty dhe që Ai të bëj tani një pastrim më të thellë brenda teje. I pastrojmë energjinë e frikës, mërzisë, trishtimit, dëshpërimit, braktisjes, neglezhimit emocional, abuzimit emocional dhe vetë braktisjes. Kudo që ata janë të fshehur, në kohë, hapësirë, dimensione dhe realitete, në çdo fibër të qenjes tënde dhe çdo qelisë të trupit tënd. I pastrojmë dhe i shërojmë të gjithë me mëshirën dhe fuqinë e Allahut. Merr një frymë të thellë tash dhe ndjeje energjinë shëruese të El Shafit, shëruesit En Nur, dritës dhe Es Selam, paqes.
Me emrin e Allahut mëshiruesit, mëshirbërësit, e kam bërë një jetë të bëj rykje mbi ty nga çdo gjë që të mundon, nga çdo dhimbje, nga çdo smundje mendore, emocionale apo fizike, duke filluar nga koka dhe nga qafa, nga shpina e sipërme, nga mesi, nga shpina e poshtme, nga shpatullat, nga krahu i majt, krahu i gjat, krahrori, barku, zona e legenit dhe pastaj përpara dhe mbrapa të të dy këmbëve. Pastrim nga zemra, mushkrit, zorët, shpret, ka stomaku, pankreasi, mëlçia, tëmthi, zorët e vogla dhe të mëdha, veshkët, fshkisa dhe të gjithë organet tjera. Me emrin e Allahut El Shafi po të fry dhe bëj rukje mbi ty. Allahu të pastroft, Allahu të shëroft, Allahu të ndihmoft, të largoft çdo gjë që të mundon, çdo smundje, çdo traumë dhe të mbroft nga çdo sy i keq e ziliqar. Merr frym thellë tani dhe lëshoje. 3 herë, edhe një herë merr edhe një frym të thellë dhe lësho të gjithë smundjet, të gjithë barrët, të gjithë traumat që ke brenda. Edhe një herë merr frym thellë dhe lëshoje. Tani ftoje edhe një herë versionin e fëmijës tënd të brendshëm, që të jetë këtu me ty, për të qenë kaq i guxishëm, kaq i qëndrueshëm dhe i mrekullueshëm që ka mbijetuar kaq shumë, por ka arritur deri këtu, gati të shërohet. Këtë herë do t'i premtojmë diçka pjesës tënde të vogël, fëmijës tënde të brendshme. Vendose një rëndor në zemër, imagjinoj veten në atë moshë ku ke përjetuar më shumë traumë dhe thuaj atij fëmiu: ti je shumë e guxishme që ishe këtu sot me mua dhe që bëre këtë shërim hyjnor. Jam shumë mirënjohëse dhe krenare për ty, që dëshiron të shërohesh e të lullëzosh përsëri. Nga kjo ditë e tutje, unë do të kem kujdes për ty me lejen e Allahut. Unë jam përgjegjës për ne. Nga kjo ditë e tutje, unë do të dëgjoj, unë do të shoh gjithmonë, do të marr kohë për ty dhe do të shoh me sytë e dashurisë dhe pranimit ashtu si Allahu na sheh. Do të mbaj me dhemshmëri të thellë. E di që ke kaluar shumë në këtë jetë, por gjithçka ka ndodhur për një qëllim. Allahu nuk bën gabime dhe ti je e sigurt me mua dhe tani gjithçka është në rregull. Ti je e sigurt dhe në duart e Allahut. Unë kam vetëm dashuri, respekt dhe dhemshmëri për ty. Nga ky moment e në vazhdim, unë do të mbështes që ti të realizosh të gjithë ëndrat e tua. Sepse ti meriton të ndihesh mirë. Ti meriton të jetosh një jetë të shëndetshme, e të bekuar, e të lirë. Ti meriton paqe. Ti meriton të marrësh dashuri. Ti meriton një hapësirë të shenjtë shërimi. Dhe ti meriton të jesh në një vend të sigurt për të ndarë dhuntitë e bukura që Allahu t'i ka dhënë me botën. Dhe sot erdhi koha jote të shfaqësh këto dhunti dhe dhurata hyjnore. Ti je e dashur, je e vlerësuar. Të lutem më fal, të dua dhe gjithmonë do të jem pranë teje. Faleminderit që ishe sot me mua dhe që më lejove të shërohemi së bashku. Falënderimi takon Allahut për rikthimin e lumturisë dhe energjisë së pastër dhe të pafajshme. Elhamdulillah. Merr një frym të thellë tani
dhe nxirre nga dalë jashtë. E kur të jesh gati, hapi sytë. Kaq për sot. Shpresoj që ky meditim të bëri të ndjehesh mirë, të transformoj dhe të shëroj atë fëmijën tënde të brendshme dhe të gjithë plagët e dhimbjet e traumat që ke pasur në brenda teje. Më trego në komente si të bëri të ndihesh ky meditim dhe dua të di çfarë tjetër mund të bëj për të mbështetur në këtë udhëtim shpirtëror, sepse shërimi juaj është shërimi ynë. Sa më shumë njerëz të marrin këtë shërim, aq më shumë mund të mbështesim transformimin për gjithë njerëzimin. Ju falenderoj që ishit sot këtu me mua. Jam mirënjohëse dhe krenare me ju që morët hapin e parë ndaj këtij shërimi shumë të veçantë të brendshëm. Ju uroj shumë shëndet dhe bekime dhe ju falenderoj që mbështesni punën time. Deri herën tjetër, paqja dhe mëshira e Allahut qoftë mbi ju. Assalamu alaikum.